Mbrëmjen e dieshme, Loredana u surprizua nga nëna e saj brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4. Ato u takuan dhe u përqafuan me mall me njëra tjetrën, ndërkohë që nëna e Loredanës foli edhe për Jozin. Ka ndryshim sepse Jozi që kur është futur për herën e dytë brenda në shtëpi ka ndryshuar sjelljen. E shikojmë që e respekton më shumë Loredanën edhe mua kështu më duket. Fjalët që i tha babai i Loredanës ai po i respekton, tha mamaja e Loredanës. O vdeksha unë për vjerën o Zot, i apriti Jozi ndërsa si në studio ashtu edhe brenda shtëpisë shpërthyen të qeshura. Ledioni e pyeti Jozin, ty Jozi kur të vjen vjera dhe vjeri zakonisht këndon, çfarë këngë do i këndoje vjerës? Kam dyqanin ke Selvia më mirë e ama se e bia, këndoi Jozi, ndërkohë që të qeshurat vazhduan. Ledioni i pyeti si Jozin ashtu edhe maman e Loredanës nëse kishin dëshirë të takoheshin me njëri tjetrin dhe që të dy pranuan. Mamaja e Loredanës dha pëlqimin e saj për sjelljen e Jozit ndaj Loredanës, por edhe për sjelljen e të dy të rinjve dhe për lidhjen e tyre. Ata u takuan miqësisht, ndërkohë që ajo i ftoi të dy që pasi të dilnin nga shtëpia të niseshin drejt Italisë. Mbrëmjen e dieshme, moderatori i Big Brother VIP 4, Ledion Liço bëri një urim shumë special për vjerën e tij, Vjollca Hoxha. Ai u shpreh se ndodh që ndonjëherë kur dikush i afërt ka ditëlindjen ai të jetë në transmetim live. Jemi në një transmetim direkt, kështu që do doja të përfitoja nga rasti që t'i uroja ditëlindjen sot, një zonjë të vërtetë, të mrekullueshmes, asaj që drejtoi për vite të tëra këtë kompani, të cilës jam pjesë edhe përulësisht kam atë hapësirën time në ekran, Vjollca Hoxhës, e cila sot feston ditëlindjen, tha Ledioni. Ndërkohë që më pas bëri edhe humor, kjo edhe si për të thënë se vjera ime është më e mirë se sa ajo e Jozit.